është lëshuar në funksion njësia A3 e termocentralit Kosova A. Edmond Ulleshi, drejtori shërbimeve në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës, tha se ky termocentral po funksionalizohet për herë të parë pas shpërthimit që ndodhi para një muaji. Ka fillu qëmbran, ndërsa sot mëngjes përfundimisht ka fillu prodhimi nga njësia A3 e Kosovës A. Por ndryshe kanë filluar gjithashtu edhe procedurat për riparimet e nevojshme në njësinë A5, ndërsa procedurat kanë vazhduar sa i përket remontit rregullt të njësisë A4. Shpërthimi 6 qershorit në Korporatën Elektroenergjetike të Kosovës mori jetën e 2 punëtorëve dhe la një tjetër të lënduar. Ndërkohë që termocentrali A ka filluar të funksionalizohet, i lënduari shpërthimit Tefik Bela ndodhet ende në shërim në Turqi. Refik Bela, që gjendet në Turqi me të vëllan, thosë se gjendja e Tefikut nuk është e mirë. Megjithatë, sipas Refikut, në krahasim me ditën e shpërthimit, gjendja e Tefikut pak është përmirësuar. Refiku tregon se Tefiku po flet nga pak dhe e lëviz dorën e djathtë, ndërsa për dorën e majtë thotë që nuk e lëviz fare. Ndose ka kaluar një muaj nga shpërthimi në repartin e elektrolizës në termocentralin Kosova A, shkaktarët e shpërthimit ende po hetohen. Imer Beka, kryeprokuror, tha se hetimet rreth shpërthimit në Kek po vazhdojnë.